Kohë më parë më lindi ideja të krijoja në ditët e sotme fotografitë e realizuara dikur nga vëllezërit Manakja, të shkrepura rreth vitit 1900. Ndërkaq, unë përdora të njëjtin sfond natyror që ata kishin zgjedhur atëherë, shpreh autori i kësaj ekspozite, Katalin Kostandin. Ky dialog fotografisht të shkrepur në dy kohë erdhi përmes një ekspozite të rrallë dhe mbreslënse me titull Përtej së ardhmes, të çelur në Universitetin e Korçës. Vëllezërit Manakja janë me origjinë vllahe, kanë lindur në një fshat të Pindit, të cilët njihen edhe si pionierë të parë të fotografisë profesionale në Ballkan. Ata janë promovues të kulturës shumë etnike ballkanike dhe rëndësia e tyre është dokumentimi i ngjarjeve ditore dhe historike në të gjithë Ballkanin në vitet 1900. Vëllezërit Manakja janë të rëndësishëm për gjitha vendet ballkanike. Ata fotografuan portrete e ngjarje historike të rëndësishme të mbretërisë otomane. Kanë fotografuar judenj, të krishterë, mysliman, gjithçka. Në vitin 1905 vizituan Bukureshtin, ku filmuan e krijuan filme metrazh të shkurtër. Mbretërit rumun ju dhan para për t'i vlerësuar. Ata kështu blen kamerën e parë me numër 300 në botë kinora. Do të kthehen më pas në fshatin e tyre për të bërë përsëri një film. Vëllezërit Manakja kanë dokumentuar ngjarje të rëndësishme historike. Në fshatin e tyre, ata filmuan ngjyshen 140 vjeçare. Mendohet që është njeriu më i gjatë në botë i filmuar ndonjëherë. Janë jo vetëm virtuozë në artin e fotografimit, por janë dhe themelues të artit të kinematografisë, janë quajtur Lumierët e Ballkanit, madje dhe në Shqipëri në një dokumentar të realizuar janë quajtur Omerët e filmit ballkanik. Kanë fotografuar shumë treva shqiptare përveç të tjerave, kanë një fotografi shumë interesante të Voskopojës, kanë fotografi interesante të fshatrave të Korçës, të vetë qytetit të Korçës si një qendër ku ndërthuren kulturat dhe identitetet, kanë pasur miqësi me figura shumë të shquara të botës letrare, kulturore dhe historike shqiptare, madje kanë aluduar edhe për origjinën e tyre shqiptare, nga vetë përkushtimi që ata kanë treguar në artin e fotografimit për ambientet, peizazhet dhe botën shqiptare. Po, janë të parë që sollën kamera në Ballkan sipas të dhënave dokumentuara deri tani. Në këtë ekspozit janë paraqitur më shumë se 40 fotografi.